Në qytetin e lashtë të Nishapurit jetonte një dietar i njohur për urtësinë, ndershmërinë dhe drejtësinë e tij. Emri i tij përmendej me respekt në kuvendet e dijes dhe në mbledhjet e pleqve të qytetit. Një ditë, autoritetet e thirrën për të gjykuar një çështje të rëndësishme që kishte përçarë dy familje të mëdha dhe kishte sjellë përplasje në bashkësinë vendase. Para se të fillonte gjykimi, një nga palët në konflikt, duke shpresuar të fitonte në mënyrë të padrejtë, i dërgoi dietarit një dhuratë të shtrenjtë, një kuti me stoli të çmuara dhe disa monedha ari. Dhurata u shoqërua me fjalë të ëmbla dhe përulëse, si për të krijuar përshtypjen e një gjesti miqësor. Por dietari, sapo e pa dhuratën, urdhëroi që ajo të kthehej menjëherë. Me zë të qetë, por të prerë, ai tha: "Nëse më jep dhuratë para se të flas drejtësia, çfarë do të më kërkosh pasi të ketë folur ajo?" Kjo përgjigje i bëri përshtypje jo vetëm palës që u përpoq ta korruptonte, por të gjithëve që e morën vesh. Ai vazhdoi të gjykojë çështjen me pamshmëri, duke dëgjuar me vëmendje të dy palët dhe duke vendosur mbi bazën e së vërtetës dhe drejtësisë. Kjo përgjigje i bëri përshtypje jo vetëm palës që u përpoq ta korruptonte, por të gjithëve që e morën vesh. Ai vazhdoi të gjykojë çështjen me pamshmëri, duke dëgjuar me vëmendje të dy palët dhe duke vendosur mbi bazën e së vërtetës dhe drejtësisë. Vendimi i tij u pranua nga të dyja familjet dhe qytetarët e Nishapurit e lartësuan edhe më shumë në sytë e tyre. Fjala për ndershmërinë e tij u përhap në të gjithë rajonin dhe u bë shembull për brezat që do të vinin më pas.